Plani i tyre është të ruajnë një pranim minimale në Gaza dhe për këtë e vetmja garanci për ndalimin e spastrimit etnik izraelit do të ishin trupat turke në terren, diçka që Netanyahu është betuar vazhdimisht ta kundërshtojë. Kështu, ky bord i paqes po duket gjithnjë më shumë si një fushë betejë e re ku do të luftohen çështjet e vjetra. Megjithatë, Arabia Saudite është shumë më e afërt me autoritetin palestinez dhe më e prirur të heqë qafe Hamasin plotësisht se sa Turqia apo Katari. Por këto ndarje, sipas Hirst, do të shfaqen më vonë. Për të anuar balancën e pushtetit në favor të Izraelit, ka një tufë këshilltarësh me histori të afërta thellësisht problematike. Nikolaj Mladenov, diplomat bullgar, do të jetë përfaqësuesi i lartë i Gazës, që në terminologjinë e Bashkimit Evropian mund të nënkuptojë ministër i jashtëm. Për ta mbështetur atë, ka një sër këshilltarësh me të kaluar problematike. Persona si biznesmeni dhe rabini Aryeh Lightstone, një mbrojtës i zjarrit i kolonëve, i cili ishte thellësisht i përfshirë në krijimin e mekanizmit të shpërndarjes së ndihmave të mbështetur nga Izraeli në atë që njiheshte si Gaza Humanitarian Foundation, në pikat e cilit më shumë se 2000 palestinez u vranë me armë zjarri.